Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Ramën si përgjegjës për atë që lideri i opozitës Sali Berisha e cilsoi trajtim çnjërzor të ish-presidentit të Republikës Ilir Meta. Një ditë pas nisjes së gjyqit ndaj Metës, Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama mban përgjegjësi për mënyrën e arrestimit të tij, trajtimin në burg dhe vendosjen në kafaz në sallën e gjyqit. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet shkjerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmen dhe hoxhist ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Berisha kërkoi ndërhyrjen e Këshillit të Evropës për rastin e Ilir Metës. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitorturë të Këshillit të Evropës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive, antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik. Berisha gjithashtu mbështeti atë kërkesën e Metës që seancat gjyqësore të jenë të hapura për publikun, një kërkesë që ai e ka artikuluar edhe për gjyqin që po zhvillohet ndaj atij vet për çështjen e ish kompleksit partizane. Unë mendoj se dhe kam bindjen më thellë se çdo seancë përjashtu ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. Të gjithë politikanët që po përballen gjykatën e posaçme me akuzat e spakut kanë kërkuar deri më tani seancat hapura për publikun e median, duke nisur nga kryetari i PD-s Sali Berisha, Ilir Meta, Erion Velia e Arben Ahmetaj.